As burgu i errët, as vargojnë prej hekuri, nuk e përmbajtën dot fuqinë e shpirtit të tij. Vitet e diktaturës dhe të burgut merrësisht të gjatë nuk e nënshtruan as moralisht dhe as fizikisht Haki Rizan. Ai ka qëndruar dhe vazhdon të qëndrojë vertikalisht, me trupin e gjatë dhe të shëndetshëm, me shikimin e largët dhe kokën lartë, në çfarëdo kushte dhe rrethanash që ka kaluar. I veçantë për nga karakteri, me një drejtësi të rrept gjatë gjithë jetës, me kërkesa dhe ëndërrat e një patrioti guximtar, Haki Rizai, edhe sot që ka kapërzyer 75 vitet e jetës së tij, udhëton dhe ngjitet kodrave të larta, me sullimeve dhe bukurive natyrore të vendindjes së tij, krapsit. Shansi i jetës që u lind në prag të pushtimit fashist, mes plumbave skamjes dhe mjerimit, kur babai e la jetim 3 vjeç dhe vetëm nëna e mbajti peshën e rënë të rritjes së fëmijëve. Fëmijërinë e hershme Haki Rizai e kaloi mes terrorit dhe plumave të pushtuesve dhe luftës vllavrase të shqiptarëve, të cilat do e mos i shkaktuan tronditje, ashtu si miliona fëmijë të botës që fatkeqësisht i përjetojnë të luftra edhe sot e kësaj dite. Ende fëmijë i parritur mirë, pas viteve 45, kur populli broriste se shpëtoi nga lufta dhe nga Beler dhe Gallarët, Haki Rizai ndërtonte ëndrat dhe mezipriste mrekullitë e para të shtetit të ri shqiptar. Në lulen e rinis Haki Rizait i usos durimi nga vojtet dhe mizorit, nga skamja dhe barfëria, nga ignoranca e pushtetarëve, dhe mori vendimin e kobshëm për të larguar nga sytë këmbët nga vendi i tij, i shtrenjtë dhe shumë i dashur. Por Shqipëria ishte burg i madh, i rrethuar me tela me gjëmba, dhe Haki Rizai përfundoi në burgjet e errta të Spaqit, të Borrelit, ku do të niste kalvarin e vojtjeve të tij gjatë gjithë jetës. Zotja Kalliu, ju gjetëm në qefin tuaj, në mendimet tuaja, në udhëtimin tuaj, ju gjetëm këtu pra, në këto kodra të bukura. Nuk e di çfarë jeni duke bërë tani. Faleminderit shumë
televizionit Apollon, që na jep mundësin neve që të flasëm lirisht për demokracinë, gjiku lindi deri tash në skaj ku ka rritur. Jam sekretari i shoqatës mbarkombëtare të burgosë politikë të Shqipërisë. Atëre, diçka për jetën tuaj, zotja Galliu shkurt. Po, për jetën time. Babaj më ka vdekur më 43-shin dhe më la mua me 2 motra. Nena mundua me mundime të mdhaja në rriste neve. Pastaj u fut regjimi komunist në 47-48. Dhe neve unë kam hequr shumë, sepse s'kishte njeri kush na ushqente. Jam ushqyer duke shitur drugun pazar me gomarin, kupton apo? Sa u rrita që u përkema një qik, e kuptova sepse mua më rëndonte në shpirtin tim një regjim i rend komunist. Me shpirt unë nuk e asimiloja dot, nuk e anë pse dot. Dhe kam qenë i vetmuar deri në moshën 25 vjeç. Në moshën 25 vjeç mua më kishte gjurmuar sigurimi i shtetit, që dusht më arrestonte. Dhe unë vendosa që ta ratisem, sepse një proverb italian e thot kështu që për dashurin jap jetën dhe për lirin jap dashurin. Kupton? Vendosa ta ratisem, më kanë zënë në buzë kufirit për të ikur jashtë shtetit. Ajo dështoi dhe unë përfundova në një burg të sistemit të regjimit. U dënova me 14 vjet burg. U lirova në burgu, si që ta dini dhe juve të them unë se torturat e burgut komunist i din të gjithë të burgos bashkëvojt të mi. Kemi hequr keqat, sidomos unë kam qenë pandima se s'kish kush të më binte një nen, kisha plak dhe 2 motrat. Dhe se si kaluan ato vite e di vetëm një Allah, një Zot e di, kupton? Sepse na kishte dhënë fuqia i të mbijetonim në ato të merret e regjimit komunist. Mbasi mbarova burgun, u lirova në kampi Balës dhe përfundova në kooperativën e Krapsit. Ati edhe më shikonin, u lajmëruan sepse në burgu po lirohet një armik. Edhe më bëni një trajtim të veçuar nga shoqëria kooperative. Të veçuar dhe atje kisha mbyllur gojën, nuk flisja me njeri, se po të flisja më priste burgu tjetër, kuptonëve. Unë kam punuar jashtëzakonisht atje bile, edhe natën punonja, bënja qilizm, për të ushqyer nenën dhe atë djalë që i kishte lindur pas dhe më ndoqi në përkampet me nenën tokë. Ajo periudhë për mua ka qenë shumë e vështirë, sepse unë trajtohesha jashtëzakonisht keq në kooperativë. Si njeri i burgosur politik, ka patur raste që e shber problema atje dhe ku më dhanë qetë që të lironja me qenë në arët. U bë problem kush e ka dhenë qetë që të lirojnë në arët. Duke qenë i vuajtur në burgjet e regjimit komunist, nuk isha problem se ti nënshtrosha kooperativës bujqësore, kupton? Pavarësisht se mua më sulmoni në atë shkallë që unë nuk kisha kontakt me njëri fare hiq. S'kisha kontakt sepse suverjosha në sigurimi shtetit. Suverjosha. Kur erdhi problemi më së fundi që u prish sistemi komunist në Shqipëri dhe u shkatërua dhe doli kjo lloj demokracie që na paraqitet neve sot, kupton apo jo? Kjo që një demokraci që nuk u bë realen. Hakirizaj nuk pushon. Me energji dhe pasion, ai udhëton me çantën e tij, me bllokun e shënimeve vetëm për të hedhur në letër vojtjet dhe mllefet e grumbulluara gjatë vojtjes në diktaturë dhe në burgjet komuniste, si dhe pretendimet që ka sot. Kërkesat legjitime
për qeverisje demokratike. Ashtu si që kishte ndëruar, Hakirizai kërkon me padurim të realizohen ëndrat, shteti ligjor, prona, integrimi i Shqipërisë, bashkimi i trojeve shqiptare dhe i lutet Zotit për të gjitha këto. Ndryshimi nuk u bë ashtu si mund mendojnë komunistët, ata bën si bazë shyrës tyre. Ky që një botë e tërë ishte një pjesë e botës, ishte sistem komunist. Edhe në tërë botën u bë ndryshimi në superstrukturën në Rusi. Dhe këtu s'kishte se si të ngelte ai sistem, kupton apo kishte mbaruar. Po ajo bë me një program të caktuar që pushtetin ekonomik dhe politik ta mirin ata komunistët. Komunistët ta janë sot. Kjo ishte e Gorbaçovit në Katowice. Dhe ashtu u vendos pushteti politik dhe ekonomik rand dorë të komunistëve. Neve si të persekutuar, pavarësisht se neve gëzojmë një falirije sot, sepse do të futen në Evropë, ku di unë gjërat në demokracinë e botës. Po sot për sot, neve nuk e kemi demokracinë, për arsye se neve jemi të privuar nga ana ekonomike. Ne duhem të shkatëruar në burgu, me familje të shkatëruara, pa shtëpi dhe pa tute, pa tu. Dhe u mashtruam gjatë gjithë kësaj periudhe, gjoja neve shtresa jonë, do privilegjohesh që gjineshtër, komplet. Për ne kjo lloj demokracie ka qenë e ditur e njohur, sepse nuk mund të bëhen komunistat të bëhen demokratët demokraci. Njerëzit janë inkriminuar me krime gjatë kohës komunizmit, që kanë vrarë, kanë prerë, kanë burgosur njerëz, dhe këta të jenë prapë në krye të pushtetit, kjo është e pamundur, për ne ka qenë e njohur kjo. Po tash u bë e njohur edhe për popullin shqiptar. Demokracia kur u fut shkatërroi çdo gjë në Shqipëri. Shkatërroi tokat e Bukës, shkatërroi kanalet, shkatërroi uzinat, shkatërroi të gjitha, prishën tokat e Bukës. U zhvendos popullata nga fshat, në fshata atëherë në qytet, pa planifikim fare. U shkatërrua, çka nuk u shkatërrua, kupton? Ndryshimet shikoj vetëm në binara që janë bërë. Binara vetëm ndërtesa. Kjo përfaqëson çantën e një intelektuali autodidakt. Sepse una jam autori 3 vepra, Djalli dhe bitë e tij, Një botë lakuriq dhe Shkallët që s'njitën dot. Ky është prodhimi i shpirtit të burgut. Vojtet e burgut unë po i rrthej këtu në librat e mia. Unë trajtoj gjendjen aty sepse normal po janë burgosit vdisin për bukë edhe hani të diellët e njëri tjetrit. Populli se beson këtë. Ose në Burel, te Qershiza janë varrosur gjithë ata intelektualët të perëndimit se vdiqën për bukë. Na Koçizodze. Populli joni ishte i çoroditur. Çorodi për arsye se burgu vogël, edhe po të kishe logjik, do ta quajë një burg të madh, sepse ishte i rrethuar me tel me gjemba, ku mungonte liria. Se sot ikën na doj qefi shkon apo okay, para aty hibi, po paraja është ajo që privon lirinë njeriu të ekonomia. Ne jemi tash një stres që jemi shkatëruar nga i regjim. Pra liria, sikur the një llaf të madh. Liria e njeriu është e lidhur me pronën. Me pronën. Unë kam theksuar dhe në librin tim që kushdo që prek pronën, po si prona dhe familja të dyja të shenjta janë. Kushdo që prek ato për njerin bën hatan. Tashi dhe prona është botë idealizmit, e kupton apo? Botë familjes, botë individit. Nuk është ai sistem që mande një totalitar të mbyllur, kupton. Mi po që nuk u vunë në vend kjo problemi pronës, sepse problemi pronës është fatkeqësia më e madhe që i ra populli shqiptar, sepse prona është e shenjtë. Dhe kjo nuk u nda ashtu siç duhet ndar prona, po u nda me ligj 7501 që quhet ligj komunist. Patjetër komunist. Edhe kjo sot ka arritur të sjellë konflikte. Ai e ka pasur me gjak pronën e tij dhe ju mor nga regjimi komunist, me diktaturë dhe u futën për burgje. U kalbën edhe vdeqën për burgje. Kur erdhi demokracia, nuk u përfill fare çështja e pronës. Dhe kjo është një krim që është bërë në Shqipëri, pronën. Vimtet të burgosur politik, ata shkrini jetën e tyre, rininë e tyre,
që jeta nuk kthehet me çmueshme se sa jeta nuk ka gjë në botë apo jo. Dhe kur e puna u bë një tallje, u bë me ta, do t'i dëm shpërblej, vendosën një liq ashtu që t'i jepin për ashtu dhe ato i shkelen nuk dhanë, i ka dhënë 2 keste vetëm dhe kestën e dytë se kanë marrë. Këta raporti këtyre ka mbaruar se po vdesin, këta u bë me qëllim që kjo stres të eliminohet e mos kërkojnë me leka. Me qoftë se nuk hapet dosjet, formohet zgjedhjet, formohet qeveria e re me një shqiptar të pastër, kjo është e kot kjo demokraci që quhet, ashtu quhet demokraci, po në realitet s'është demokraci. Pse mos hapen dosjet? Cili është arsye? Pse të kenë frikë nga dosjet ta njerëz? Pse kanë frikë nga dosjet? Sepse janë njerëz që s'duhet të jenë, jo në pushtet s'duhet të jenë, po duhet të ulen atyre që kanë futur për bugjet të puthin kemët, i thonë, të pranojnë faljen, kupton e bërë, se neve kemi shka në këtë rrugë, na diktatura ndofta i kanë shtërnguar, diktatura s'mbajtë dot, po qo se shberë, kupton e bërë, se shberë dhe u kalua let fare, kupton, dhe tashi pregatisin votimet, kush janë këta që pregatisin të 10 parti politike pregatisin votimet, pse i bëjnë këto parti politike këta, i bëjnë për karierë, rri ka që me i partije, ju idhun tjetër për interesa. A mund të zhvillohet Shqipëria kështu, mund të gjenë të drejta kështu në Shqipëri, kështu si veprojnë këta, kur në kur. Unë jam i gjallë sot dhe do luftoj sa të më lvizi që pallet e syjt. Jemi përpara një natyre të qetë të bukur shqiptare. Si ndiheshti para këtij monumenti natyror? Hapu e qelë, hiqiret e zeza, të shikoj që zemrën e popullit tim që soptuar është Berthela. Unë e dua Shqipërinë me shpirt dhe me gjanë, se është vendi im i bukur që se ka bota. Po e mori më qafë regjimi komunist që na shkatëroi shpirtrat tanë, familjet tona. Dhe akoma kjo gjendje nuk është riparuar. Nuk është riparuar. Për fatkeqësia më të madhe që ndodhet në Shqipëri. Sepse këto zemra të lënduara nga regjimi komunist nuk gjetën preje në këtë sistem të ashtu quajtur demokraci. Ne jemi duke pritur, duke duruar, sepse kemi duruar diktaturën më të egër që ka pas bota Shqipëria. Në dhem shpirti për këtë popull që s'ka borç të vuajnë që popull. Pse do vuajnë në këtë klim kaj të bukut me zdheut, me det të mirë, me kodrat të bukurat, kodrat e bukurat të mijat me zdheut, për qef Allah unë dëtoj mi bukur në atë bukurat e dheut, a i deti në afraqoj. Si deti dhe djeli dhe hemna një pasqyrë për ju që ndryqon, kur shikoj të lana shkret mua zemra më pikon. Sepse shqiptarët po enden në përbot për të kërkuar një të sop bukë për të punuar andej, kur vendi jonë ka borç të mbaj 10 milion shqiptarë me plazhe, me miniera, me naftë, me kodrat të gjitha që prodhojnë çdo gjë. Ju keni shkruar shumë, zoti Agalliu. Kush ka qenë subjekti? Çfarë doni të thoni me gjitha ato shkrimet tuaja? Subjekti është sepse duhet të dalë bota lakuriqte ne, kupton realiteti. Ne jemi para një realiteti sepse spitalet janë në gjendje të mjerueshme në Shqipëri.
Gjithashtu shkollat janë në gjendje të mjerueshme në Shqipëri. Në çdo vend që të shikosh janë për mirim, sepse në gjykata janë gjendje të mjerueshme, sepse nuk funksionojnë gjykatat. Ose nëse se funksionojnë me lek, me para, dhe nuk zbatojnë ligjet të ndodhin gjëra dhe ato ikin anashkalojnë. Tashi unë jam i shqetësuar se kam theksuar në veprat e mia djalli dhe bitë e tij dhe dy veprat e tjera që janë shkallët që s'një dot dhe një bot lakuriq, i kam trajtuar të gjitha gjërat në këtë fushë. Prandaj që mua më ngelet të jem i dëshpëruar. Nga kush e prisin ndryshimet juve në Shqipëri? Sepse ky është populli shqiptar, kjo është politika shqiptare, ju ndryshimet nga i prisni? Po ka intelektualë në Shqipëri dhe njerëz të zotë që po shumë herë u mbyllet rruga. U mbyllet rruga sepse korrupsioni i mbyt të gjitha, paraja i mbyt të gjitha. Qofse do kishte botë ideale me ligje ideale, kupton apo jo, neve nuk do ishim në gjendje që jemi sot. Po nuk themi që janë berë, zhvillime janë berë, por shumë pas jemi në krahasim me botën neve, me botën, sepse ne po marrim ushqimet nga bota jashtë, kupton? Dhe ne nuk investojmë këtu në Shqipëri për të zhvilluar bujqësia shqiptare që është e begatshme në çdo kohë të bëj çdo prodhim, po ne kemi lënë pas dore bujqësi shqiptare dhe po ham gjëra me hormone, me gjitha mishat që vinë ato, s'ishte nevojë të vinin gjërat nga jashtë. Çfarë kërkon bujqësia që të bëhen këtu gjërat? Kërkon një moral të lartë, japi popullit, do moral popullit, ai ta ndihmoj me pak, shumë pak ta ndihmoj, ai është gati punon populli shqiptar. Moral e jep komunizmi, propaganda komuniste. Jo, moral të japi moral ekonomik, moral si ta investoj, mbështetje ekonomike, kupton apo? Ajo është morali i popullit shqiptar, kur e investon në ana ekonomike, atëherë do të thotë edhe në lëvizje dhe në punë, po është i paralizuar, bujqësia është e paralizuar sot. Për këtë është plotësisht fajtor shteti, kupton apo, se ka lënë mbrapa dore bujqësinë, ka lënë shumë bas dore bujqësinë. Çfarë klase politike mendoni ju të kthehet Shqipëri? Unë mendoj jo klasë politike, po të kthehen shqiptarë të ndeshëm, se ngjyrat politike i jepen si të duhet. Sot trajtohen të menjtë dhe të djathtë. Kush ua ka dhënë të drejtë këtu, njëri thotë i djathtë, njëri i menjtë, unë i menjtë. S'janë as djathtë as menjtë. Djathtë dhe i menjtë është ai që pavarësisht e i menjtë, kur popullit i bën, ecën populli, i bën të mirë në popull, bën të mirat në popull, të gjitha të mirat dhe ne të jemi që të vuajmë sot është jashtëzakonisht fatkeqësi e madhe për popull. Para pak kohësh, ndërsa ecja rrugëve të Fierit, u ndesha përballë me një burrë, jo edhe shumë të vjetër, me një çantë hedhur krave, dhe ndali e pyeta, si quheni? Akirizaj, më tha. Tek ai burrë mendova se mi shëroheshin shumë gjëra. Më ngacmoi edhe titulli i librit, të cilën ma falën, Djalli dhe bitë e tij. Dhe po mendohesha, çfarë ka brenda ky libër? Cili ka qenë shqetësimi i Akiut? Në moment më shkoi mendja larg në rinin e tij. A e kishte menduar ndonjëherë ky djalë i ri dikur në ato kohë, i bukur si kokra e thanës, se do vinte një ditë e do i vriteshin ëndrat, do i gjakosesin shpresat dhe të provonte në kalvarin e diktaturës, do mbante në krahë atë peshë, atë kryq të rëndë,
dhe të kritizohej si Jezu Krishti. Duke shpjetuar librin, unë dalam në disa vargje të bukura. Moj e gjora Shqipëri në tokë të kanë shtrirë. Më kujtuan rilindasit kur thoshtin për Shqipërinë, po sot Shqipëri më thuaj si je, por si lisi Iran për dhe. Megjithatë, në moment pash vargje që reflektonin dritë, o kodrat e bukura të mëmëdheut, që vetë Zoti me qejf u ndërtoi, më të bukura se të bukurat e dheut. Japi Perëndia ymër, sepse çdo minutë e konsiderojnë e të jashtëzakonshme për mua, për arsye sepse unë duhet të punoj dhe o Perëndi them, më jep ymër mua që të rri vetmuar duhet të rri vetmuar për arsye sepse duke ndajur i vetmuar frymëzohem, nga qielli frymëzohem. Po ajo që më bëri përshtypje për librin e Akiut, ai ishte një njeri i mbushur me marraze, i mbushur me brenga, i mbushur me halle, i mbushur me lot, si vetë jeta e tij. Dhe që në fillim e hap librin, ku vemi? Ai e ka të qartë që ne gjithë brezat po shkojnë drejt një jetë sa më të mirë, po në supet e veta provoj, si shtamë, jetën e burgut, provoj internimet, ato që mund të bënte më tej, diktatura e egër. Pse s'më latë të fluturonjë? Pse krath mi pret, më mbyllët të kafaz me gjemba, aman o Zoti vërtet. Kush ma kthe rinin mua, se Allah ma kizuruar, në një botë të lirë patella, ata qofshin të mallkuar. Që ky djallë që të tundi ty, që drejtove Shqipërinë, si lufgat dole nga ferri, popull berekëtin. Kjo është veç vëllimi që je duke shkruar për ke mbaruar. Jo, duke vazhduar. Unë i drejtohem situatës së diktaturës që ky popull që në një fundër të hekut, të heqjes së lirisë së këtij populli tim. Dhe kjo demokraci që erdhi tash, ky duhet ta kuptoj vetë se sa i shtypur ka qenë. Ky popull duhet ta kuptoj vetë demokracinë, duhet të kuptoj megjithse kjo s'është një demokraci reale, po megjithatë populli duhet ta kuptoj vetë sepse jeton në një vend të bekuar të mesdheut, kupton, me të gjitha kushtet e mira që i ka falur natyra, i ka falur Allahu, i ka falur të gjitha qylli shekullor, duroj dhe thunë të mërshme të komunizmit. Ne jetojmë një vend të mrekullueshëm, që të mërshme ku mendojmë neve se çfarë na ke kanosur me çështliria. Një vend rrethuar me tela.
Atë libër është përshkruar gjithë koha e nisë time që kaloj në burg. Koha e nisë time që kaloj në burg. Aty kam shprehu më diktaturën të egët të regjimit komunist kundër të burgosëve politikë. Regjimi i egët të diktaturës komuniste. Djalli dhe bitë e tij. Djalli? Kush është djalli? Djalli ishte ai që drejtoi komunizmin, kupton ti, të gjithë. Dhe bitë e tij janë këta mbas demokracisë. Bitë e tij sepse këta dihet qartë nuk janë bitë pjella e komunizmit dhe në vend të ato që bëri populli me gjakun e tia dhe mundin e tia, këta i shkatëruan për të pasuruar për vete. Mua më duket se merr një rrezatim nga qielli që e bara këtë libër. Rrezatim. Do më thënë, nuk frymëzova nga qielli lartë, sepse dhe libri po ta shikosh i besohet shumë Allahut, e kupton? Dhe nuk e di që qo gazet për të popull, ndofta edhe Perëndia kishte vendosur për të vuajtur se mund të ketë pasur e zullume, kupton? Po që jashtëzakonshme për popullin, sepse që i pjesë e madhe e komunizmit të botë, po nuk u bë kaq diktaturë sa u bë në Shqipëri. Sepse libri ky nuk çmohet, po unë shumë herë kam dhuruar kështu që të njohin popullit, të njohin librin tim dhe të njohin përmjet këtij libri që është kaq i vogël duket, por ka një material që mund mbush volume të tëra. Çdo kohë ka të bëjë të se, nuk krahasohet me diktaturën e Hoxhës. Është dhënë një falërie, por nuk është dhënë ajo liria që meriton ky popull. Sepse që popull nuk ka në radhë parë, nuk ka pronën, s'ka përfituar pronën. Fillimi dhe kultura e këtij populli është shumë e prapambetur, sepse këta ngrihen për parti politike, për të do fitoj njëra, apo do fitoj tjetra. Ne nuk kemi probleme me partisë politike, kemi problemi me kombit shqiptar, e të vendit tonë të dheu tonë, që se shkëmbej me asnjë vend të bukur të botës, Shqipërinë. Ta ngrihen për parti politike, jo fitoj ai, po fitoj ky, fitoj ai, ngrihen për... Pse s'ngrihen, ja Gjade Krapsit këtu është pa berë, është 5 kilometra nga Fieri, edhe torturohen për gropa, që është lagje e qytetit Fierit, edhe ngelet pa berë. Populli ngrihet për probleme jetike, po që kërkon kulturë, sepse duhet të dhenë ajo që duhet të dhenë popullit, kupton? Jo të merem, më vje keq që meret ky popull me gjara hiqe, kuptona, me gjara të kota. Po kush do zgjidhet me te, edhe ngrihen me mira, shkojnë në protestat, fitoj ai Edi Rama, apo të fitoj tjetri, apo tjetri. Ne kemi problemin e kombit shqiptar, që nuk po ecën Shqipëria në sa i takon, sepse ne nuk po i afrohemi Evropës kështu, kurrën e kurrës me këtë gjendje që kemi, po i afrohemi. Jemi të prapambetur në kulturë, një Shqipëri me pjesën e popullatës dhe me trojet e saj jashtë kufive tona që është e tmerrshme. Po, Akiu, edhe pse është i deziluzionuar, edhe pse është i dëshpëruar, ai jeton. Kurse jeton, atë nuk mund ta gjesh një ditë të qetë. O do shkojë në fshatin e tij, do punoj tokën, po gjëndra e tij më e madhe është të bëj libra. Kirizaj e ka titulluar librin e tij Djalli dhe bitë e tij. Kush është djalli? Kush janë bitë e tij? Ai lëviz këtu në këtë libër, kërkon të qetësoj veten nëpërmjet vargjeve. Arisa dhe blasfemon edhe Zotin, i thot, o Zot, thot, pse na i solle këta djallë? Kush janë këta djallë? Këta janë njerëz të zakonshëm që për këtë i kanë bërë këtë ulëri dhe të hungëri gjithë ditën. Po, kush është? Diktatori. Po, janë dhe diktatorët e rinj, që nuk e lënë Akin të qetë, edhe pse ditët ndoshta mund t'i ketë të numëruara. Nuk e lënë të qetë. Prandaj ai thot, ku shkojmë? Me të drejtë bën një pyetje retorike. Ku shkojmë? Ku shkojmë ne? Dënon diktaturën me vargje shumë të mprehta. Ai flet me tone të ashpra sepse i ka përjetuar vetë në shpatullat e tija të gjitha
këto ngjarje, të gjitha ato rëndesa, duke filluar që nga jeta e burgut, duke filluar që nga jeta me komunikimi me ata njerëz të cilët luanin në mendje gjëra të zeza. Po Akiu nuk kërkonte në një gjë, nuk kërkonte as të bëj deputet, nuk kërkonte as të bëj ministër, nuk kërkonte as të mete rrogë më shumë nga të tjerët. Ai që kërkonte që njerëzit e vet që rrethonin të shikonte të qetë, të shikonte të lirë, sepse në zëmbën e tij liria ishte gjëja më e shtrenjtë. Ju e ka brenda në zëmbën lirinë e tij. Dhe këtë liri, ai që e ka të shenjtë, nuk do t'ja përdosin të tjerët. Këtu është ai. Edhe është i shqetësuar. Pse është i shqetësuar? Ai e shikon shokët e tij, të tërë po vuajnë. Nuk po u gjendet e drejta. Dikush se ka marrë akoma as riskun e parë dhe ka në një mlef të madh dhe s'di si ku të përplaset, sepse shikon njerëz, një kategori njerëzish të tulatur, të çorientuar, edhe tek ata shikon rinin e tij kur kishte qenë dhe veten e vet tani. Pse këta njerëz mos kërkojnë ndryshime? Pse këta njerëz të rinë të tulatur? Pse këta njerëz mos flasin hapur për hallet e tyre? Akiu i thret qytetarëve të vet, ndryshojeni këtë vend, se është i bukur. Ai dikush mund të mendojë ç'është ky njeri që flet dhe ulërin në mes të ditës. Ulërimat e Akiut janë të mëdha. Ato janë ulërima numër 1, ulërima numër 2, ulërima e parë. Pse e lini këtë vend në dorë të njerëzve që nuk janë në gjendje? Është një klithmë e natyrshme, njerëzore. Ai shkon në fshat, merr mbledh bimë medicinale, kujdeset për një pemë, i heq ato krimbat, e lyen me gëlqere, edhe të tërë shikojnë dikush thotë, ç'është ky njeri? Nga vjen ky njeri, mos u lojtur ky njeri. Jo, ai kërkon ta shikojë çdo gjë, natyrën të lirë, njerëzit të lirë, shoqërinë të lirë. Për këtë përpiqet i Ziu. Ëndrat e tij janë Shqipëria e Bashkuar, shteti ligjor që të kryesohet nga djemtë më të mirë intelektual që kanë nxjerrë Shqipëria. Të mos largohet truri nga Shqipëria dhe ky vend i bekuar nga Zoti të lulëzoj, sepse sipas Akirizait, Shqipëria është e bukur e dheut. Çfarë kemi nga ëndrat të paralizuara? Miraku i jetë është vetëm një gjë. Po Perëndi që më dhe jetë mua që jetoj sot i gjallë, sepse jam 75 vjeç. Të plotësoj 2 veprat e mia që kanë ngelur. Që jam duke përfunduar dhe tjetër duhet ta përfundoj dhe pastaj nuk dua të rroj, më dua të vdes. Për mua bota është një soj dhe unë presh të shkoj në parajs, sepse i kam larë gjunajet në botë. Dofta jam gjuna qartë të Perëndia edhe të familja ime. Kupton? Sepse unë rashtë në burg edhe pasojat i hoqi nëna ime rrugëve, me një fëmijë, për rrugë të spaqit. Lexoja librin e Akiut, më kujtua para 25 viteve kur shkova në minierën e Bulqizës dhe aty sajova disa vargje dhe thoshja shkelim mbi Floririn dhe se njohim Floririn. Kë njohim atëhere? Njohim djallin, shejtanin dhe të birin dhe ngjyrën e të treve. Më kujtua në ato thirrjet e Akiut që bënte në libër, sepse Akiu, siç e thot dhe vetë,
ky Zot që me qef ndërtoi të bukurin më mëdhe, me kodrat, më të bukur se të bukurat e dheut, sepse ai nuk e shikon ato kodrat të bukura, të shikon njerëz që përpiqen ta prishin dhe atë që kemi ndërtuar, prandaj vuan ai në shpirtin e vet dhe s'ka ku shpërthen dhe i drejtohet vargjeve. Unë ndjej vetëm tash si ku kam shkuar në xhenet. Sepse jam i lirë të shkruaj, jam i lirë të shpreh ndjenjat e mia. Nuk e njoft bot pa njoft bot që tjetë parajs për mua xhenet ka bot. Kur në kur, sepse kjo njeriu diku ka lindur me probleme, me halle, quash jeta. Po ne i kemi pasur hallet më shumë se sa të tjerë. Sepse ashtu na u diktua koha. Dhe tashti që unë jam i lirë shkruaj, o Perëndi më jep jetë të mbaroj veprën time të fundit. Hakirizaj u jep bekimin fëmijëve të tij të shtrenjtë që ka. I jep bekimin Shqipërisë, që ka ndëruar dhe shpreson më shumë që t'jetë zonjë, sepse edhe Zoti vet e ka bekuar Shqipërinë, me të gjitha mrekullitë që i ka dhuruar, me pasuritë natyrore dhe nëntoksore, me malet dhe kodrat, me fusha pjellore, me ullinj, pemë frutore, agrume, gjithçka që ka nevojë njeriu. Je i kënaqur me fëmijët e tu? Me fëmijët e mi jam shumë i kënaqur. Fëmijët unë i kam, o Perëndi që më dhe mua fëmijë, që më duan kaq shumë sa qielli më duan shumë. Dhe unë i dua, shpresa ime, nuk do krahasohesh me asnjë lloj kapitali tjetër vetëm se sa me fëmijët e mi. I dua, o Zot i madh, i dua fëmijët shumë. Perëndia nuk më la mua të vetmuar. O Zot i madh, bashkoje kombin tim me thojet që është jashtë dheut. Bashkoje ta shoh Shqipërinë të lullzuar, me kombin tim janë jashtë, ka qenë gjithkohën të shtypur. Në thuj, o shqiptar, të tërë, ngriuni në këmbë dhe gjykoni, sepse duhet të lullzojmë vetë në trojet tona me vetë, jo të shtypur në thuj. O shqiptar, kështu do vdisja në varë, shkoja i kënaqur në varën tim aty ku të vdes. Që të shikoja dhe fëmijët e mi, shikoja të hinja pas, të lullzuar në dheun e tyre, dhe jo si sot të kam marrë emigrimin jashtë shtetit për sopën e bukës. Ku t'ju vend ka mundësi të ushqej, jo sa kaq sa jemi ne, po me i shumicë të madhe të ushqesin të Shqipëri, të kulturuar, të edukuar, dhe të jetonim me të diell që u ka dhënë Perëndia 9 muaj behar dhe 3 muaj dimër. Kemi pse të vuajmë neve, pse të vuajmë ne për shkak të politikanëve që kërkojnë pushtet dhe dalën njerëzit përpjekën dorë për parti politike. S'na duan neve këto gjëra ku neve kërkojnë njerëz të jenë të zhvillojnë kombin shqiptar, njerëz shqiptar që e duan Shqipërinë. S'kemi pse të jesëm mbas këtyreve jemi. Kombi vjetër, i kulturuar, me zakone të mira, unë duhet të lullzoj Shqipëria. Unë dhe t'jetoj i varfër. Unë s'jetoj kur i varfër, sepse unë me kasmë sot jam 75 vjeç edhe vete në arë punoj. Duhet të punojnë shqiptarë, mos të ecin të rrinë për klubet, edhe të pinë kafe, edhe të gjykojnë, mos të gjykojnë për të ikur jashtë. Nuk eshe bukur Gjermania sa e Shqipëria, sepse është vendi ftohtë. Nuk bën do të shkoç plazh si vete këtu 4 muaj në plazh, në Bregdetin ton, që na i ka dhuruar Allahu, që them atje, o Perëndina ke falur gjithë të mira. Regjimi komunist e torturoi keq popullin. Kaq keq sa për mendimin tim është çoroditur në mendje. Kupton? Nuk kërkon vetë të kërkojnë bëhet të ndërtojë Shqipëria, po kërkojnë merren me parti politike. Qanë këto parti politike, qatë do t'u japin parti politike, po s'punove, ky popull s'po punon këtu, sepse drejtimi lartë nuk po e drejton për punë këte, ta drejtojnë, ta stabilizojnë për punë.
të mos rrinë tokat batal. Duhet të punojnë shumë ata njerëz të mençëm. Njerëz kanë thu, nuk duhet të largohen se të largohen një pjesë e trujt ka iku jashtë shtetit. Duhet të qëndroni këtu. Jo jashtë. Shqipëria ndërtohet këtu, nuk ndërtohet në Amerikë. As në Gjermani jo. Këtu të kthehet të gjithë ta ndërtojnë Shqipërinë. Ta bëjnë më të mirë Gjermaninë. Ta bëjnë më të mirë Francën. Sepse neve na i ka rënë Perëndia këto të mira. Ai na ka falur këto të mira Allahu neve. Ne pse mos i dim këto gjëra që na i ka rënë Perëndia? Pse mos i shfrytëzojmë ne? Pse mos i gëzojmë ne? Shqiptari nuk gëzon. Sot shqiptari në këtë demokraci është i privuar nga liria. Është i privuar nga liria se s'ka kushte ekonomike. Çfarë mesazhi do të drejtoni bashkëvojtësit këtu? Neve ka të shumë vojtur nga i sistem, edhe kur s'kemi kërkuar, nuk kemi kërkuar, që shteti duhet të kthejë likuiduar të stres, sepse nuk ka qenë në gjendje të vështirë ekonomike, ka qenë një pakicë, domethënë lëndë shteti këto, por nuk ka pas dëshirë që të shtyjë, nuk ka pas vullnet, dhe sot s'ka vullnet, çdo qeveri që të vi fuqi, duhet të larë sapet, duhet lajë sapet me këta njerëz, ti granoj jetën demokratike, të mos i lërë rrugëve, se kemi patur raste që ka vdekur shokët dhe s'kemi pas para t'i varrosin, nuk ishi para, dhe këta kanë ngelur për mirim, fatkeqësi e madhe. Do kenë bedovan më të madhe, kush do qoftë që të vinë në pushtet dhe do ta vuajnë fëmijët e tyre, me qoftë se këta nuk vënë dorë te kjo stres. Nëse vinë të vinë në pushtet. Ka mallkimin më të madh, me qoftë se nuk çon në vend pronat dhe të shërbimet bullose politikë. Dhe gjyqësorin, sepse po bredhën njerëzit, po bën 20 vjet në dosje në pratë, dhe po mashtrojnë, po gënjehen. Ju faleminderit, falenderoj televizion Apollon, që po bën atë të jashtëzakonshme në drejtim procesit zhvillimit të shoqërisë, që ka trajtuar më shumë se çdo televizor tjetër problemin e të përndikut politik, të pronës dhe të emigracionit. Ju faleminderit. Dhe kështu, duke punuar dhe duke shkruar shumë paqësor dhe i rrept në momentet caktuara, Haki Rizai vazhdon të udhëtoj, vazhdon të hedhë në letër mendimet e tij, ulur në kodrat e bukura dhe gjithë hijeshi i Zoti i u ka falur njerëzve, dhe jo vetëm krapsi, por e gjithë Shqipëria i ka të gjitha mrekullit sipas Haki Rizait, gjithë ato që mund të përfituroj mendja e njeriut. Io e te sotto lo stesso sogno, insieme. Unite, unite, you roll. E per te, donna senza frontiere. Per te, sotto le stesse bandiere, io e te, sotto lo stesso cielo.